Tronditse në Itali, riu abuzon seksualisht me vajzën 6 vjeçare, u tradhtua nga DN-ja e tij. Një 23 vjeçar në Itali është në prangat e policisë pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një vajzë 6 vjeçare. Hetimet nisën pasi e mitura i tregoi tëmës në mënyrë të paqartë se baba i shokëve të saj kishte pasur sjellje të çuditshme me të. Nëna, pas një tentimi për sqarim me personin e përfshirë, e dërgoi vajzën në spital, ku u aktivizuan menjëherë protokollet në rastet e dyshuara të abuzimit ndaj të miturve. Vajza u transferua në spitalin pediatrik Meyer në Firenze, ku stafi specializuar kreu ekzaminimet mjekësore, mbështetjen psikologjike dhe marrjen e mostrave për prova të mundshme shkencore. Sipas hetuesve, ekzaminimet gjenetike kanë identifikuar gjurmë të ADN-s së dyshuarit në rrobat e vajzës, element kyç që së bashku me deklarimet dhe verifikimet e tjera ka kontribuar në vendimin për masën e sigurisë.